Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë me video në radhës në Debat Plus Vlora Qitaku nga PDK-ja. Veç gjumë plëhen shive me mashtru popullin, edhe s'kuqet fare heq. Nuk po i thëmë me gënjë se nuk e gjumë pak e, po nuk po thot vërtetën. Edhe kujton që populli i hanë të fore. Njëtën avaz miq jënë ka shkojnë, sikur para zgjedhjeve. Të mënu me akuzu kryeministrin Kurti, që kë i ka fajet. Po mas mirë të miq, shkojmë të ndëgjojmë, të diskutojmë së bashku. Mas parë të ndëgjojmë fjalimin e kryeministrit, kur tregon me Bedri Hamzën se çka ka bisedu, kjo mënohet me demantu. Po s'është e vërtetë se na jena këtu. Po ç'ta miq? Shkojnë miq. Unë ja kam shpjeguar me shumë dashamirësi kryetarin Bedri Hamza se një gjë e tillë është e pamundur për mua si një kryeministër demokrat dhe si kryetari i lëvizjes së vendosjes që ka statut të saj dhe të cilën nuk lejohet marrëveshje. Nuk mund të bëj marrëveshje pa u ditur emrin. Patjetër normal. Dhe e falenderoj kryetarin Hamza që ka pasur mirë kuptim për këtë reagim timin. Nuk është e mundshme që në kryesinë e lëvizjes së vendosje kryetari të propozoj kërkesën e PDK-s që dy kandidatët të marrin nënshkrimet e vetëvendosjes. Njërit prej tyre i duhen 30 nënshkrimet e vetëvendosjes. Tjetrit i duhen së paku 8, ata 22 kanë. Shpresoj që i kanë 22, po së paku 8 vetëvendosjes. Pra nga vetëvendosja kërkohej që t'ja jep 38 nënshkrime të deputetëve të saj, dy kandidatëve të PDK-s, dhe më pastaj ta garantojmë që s'paku njëri prej tyre, s'paku në raundin e tretë i merr 6-1. Kësa marrëveshje politike nuk mund bëj. Absolut. Përbes njeriu kësa marrëveshje vështirë bëhet me vetveten. Lere më me dikë tjetër. Lere më me dikë nga një parti rivale tjetër. Po unë falenderoj kryetarin Bedri Hamza që ka pas mirë kuptim për mospranimin tim. Zëri Qitaku, pse nuk e dha një emër? Pse PDK-ja nuk e dha një emër? E dëgjova sërish edhe tani deklarimin e kryeministrit Kurti dhe njëherësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Zoti Kurti bëri njëherësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Me këta nuk pe kuptoj çka po do të më thonë miq. Po nëse, po s'pedi çfarë do të më thonë. Njëherësh. Sigurisht da kë s'ka më dhe kur i puna. Po në rregull, shkojnë miq. Një keq interpretim të qëllimshëm të çështjes në fjalë. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka kërkuar marrëveshje blanko. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar marrëveshje parimore. Të ndëgjojmë çka është marrëveshja parimore për këtë zonën. Okej? Ne nuk kemi shkuar në Tryezë për të bërë pazare. As nuk kemi shkuar në Tryezë për inate apo për të përmbushur ego personale. Nuk kena shku me bo pazare, nuk kena shku për ego personale. Ndëgjojmë me momentin, që të këshimi që apo tash. Në Tryezë kemi shkuar siç kemi shkuar gjithnjë. Për të munduar që të japim një zgjidhje. Për të dalë nga ky cikël i pafundëm i krizave. Po këtë krizë e keni pru jo, po mos dalë për teme, të këqyrëm çfarë zgjedhje po japim miq. Në të cilat jemi futur tash e gati 2 vite. Ermal, Partia Demokratike e Kosovës ja ka thënë, përkatësisht kryetari Hamza ja ka thënë zotit Kurti, që ne jemi të gatshëm të ofrojmë kandidat. Mirë po do ishte shumë dhe e kemi saktësuar. Jo ekskluzivisht emra partijak. Okej. Mirë po është shumë e parandershme. Jo, tash po thot, jo ekskluzivisht emra partijak. E kuptut? Shkojna? Që do flasim për emrat të përveçëm, tua lakojmë emrat në Tryeza e në publik, pa e
pasur një dakordim në parim që kandidatura do të vije nga ana e PDK-s, ky do t'ishte hapi i parë. Çka i bën kjo me që lutem? Që kandidatura të bjen nga ana e PDK-s. Kjo është hapi i parë. Ka po thot që ne, jo ekskluzivisht me qenë nga PDK-ja, por na ja kena theksu, po thot, dyherë për thekson, që do të me konë marrëveshja, oferta jonë është që me konë nga ana e PDK-s. A pesheni me që kur thash fillim, që edhe i thot fjallët, jo të vërteta, mos me thonë porran, gënjeshtra, edhe s'ku që të fare heq, asi qare, heq 5 pare që jam. Shumë artiste e forta. E më pas do të uleshim bashkarisht që të diskutojmë për kriteret, për cilësi. Masi të kishtë tonë Albin Kurti, po, edhe këta me letër, me shtimin e shkrua, atëherë këta me luë për dini jo, me Albin Kurtit, edhe tash bojmë nga s'ka dush. Jo i zoj, jo. E ka 51% pik një. Qysh, ku, ka? Kush i ka pësu kështë? Po i të e qeni me Isa Mustafën? Jo, me po pasar që tani. Jo, ka dalë se këto është Albin Baba. Albin Kurti është, o i zoj. Nuk bën kështë. Ashe qare po këqyve mashtru. Jo ekskluzivisht po thue nga partia jonë, nga PDK-ja. Sekunda, naja kena ofru, ofertën tonë, që presidenti me konë nga Partia Demokratike e Kosovës. Shkojnë amiq? Për specifikat e kandidaturave në fjallë. Në këtë situatë jemi për shkak të mungesës së vullnetit politik. Se si ishte i pranueshëm andim? Këtu e ki shumë mirë, se ju s'keni fare vullnet s'keni. Se aj 51 që për pëngonë shumë, 51% që, e s'keni vullnet. Amo, keni kujdes, sepse me shku dhe në zgjedhje, shkujna. Këshin hoti për ju? Apo e shini sa jo korekte është që të lansojmë emra të përveçshëm. Zoti Hoti, me tërë respektin, është varc i Zotit Kurti, është ministër i qeverisë Kurti, në ndërkohë që unë po besoj që përpjekja e secilit prej nesh do duhet të ishte që vendit t'i ofrojmë një president i cili do të garantonte para së gjithash funksionimin demokratik të institucionit. More, a është ka din që ka po folë në bish? A unë s'po kuptoj sa në do. Për besu se di s'pe kuptoj që po thot. Këta po bëjkan me zgjidh të PDK-s, Albin Kurti nuk po bëjkan me gjithë në jamën të LVV-s. Edhe Albini ka unë këtë jamën, masi ju ka tek Bedri Hamza. Se është e video tjetër, që Bordakije e posej nesër, e të mantoj prapë. Po shkojna me, shkojna se që sharok, ja? Respektimin e kushtetutës dhe krijimin e një balance politike në vend. Do me thonë, me kom për PDK-s, këtë të serbi vëjka, për vëjka balansin, për kryjka punë ngretë. A, me kom nga VV-ja, pësa së për vëjka. A për që ku ka arrit i nati me së thashe. Kjo së është normala. Pëse nuk jam unë aty, i ki fitu 51%, unë s'du me konë edhe pikë. E tani dalin, lama, jo Albini. Amo faliminer Zotit që popli po i shë. Faliminer Zotit që diaspora me mergatin po i shojë këtë sene. Kështu që na jenë në rregull. Mishtë dashër,
Je dua natën e mirë pafshim vitë radhës. Opozit, analizoni pak këto analiza se mirë i bojnë, me të vërtet. Kështu që ju përshëndes miq.